Me qëllim evitimin e defekteve të mundshme, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike rajoni Verior ka bërë planin e masave, teksa ka ndërhyrë veçanërisht në zonat malore. Malësia e madhe, sipas drejtorit Armando Zhuka, mbetet më sfiduese. Ne marr masa si për çdo vit me grupet e punës, me grupet tona inxhinierike teknike. Kryesisht më shumë vëmendje kemi dhënë zonave të thella malore, të cilat preken më shpejt dhe kanë ato problematikat e tyre për shkak të distancave më shumë se sa defektet që krijojnë. Vazhdon të jetë pjesa e malësisë madhe, Vermoshi, Lëpusha. Aktualisht jemi duke punuar në disa zona të ndryshme, duke bërë remontin e gabinave ku kemi bërë një remont gabinash prej 87 gabinash. Belipoja vitet e fundit ka ndryshuar për shkak jo vetëm të shtimit turistik, por edhe të ndërtimeve të bëra. Ndaj OSHE rajoni Verior u fokusua në projektin që sot ka përfunduar me ndërtimin e 9 stacionit të ri. Nëse deri sot themi që kemi gjysmën e helipojës të mbuluar me fidrat 20, tashmë sezoni tjetër turistik do na gjej me një cikël të mbyllur, pra edhe 2 fitra të tjerë të cilët përfundojnë të gjithë zonën e helipojës, jo vetëm turistike, po dhe vërdall saj me fidrat 20 kV. Bëhet fjalë për një stacion të ri, ku në të ardhmen do të lidhet me një stacion tjetër i cili do të ndërtohet për të shërbyer zonës së Shëngjinit. Siç ka ndodhur në vitet e shkuara, përgjatë dimrit një grup i gatshëm do qëndrojë në Vermosh me qëllim përballimin e shpejtë të çdo havarie që mund të sjellin kushtet atmosferike.